Sekreti i buzëve Dua Lipës, le ta zbulojmë bashk. Kjo nuk do thotë që do kem buzët e Dua Lipës sot, por që duke ndjekur make-up artistën e saj, të cilën e adhuroj dhe mendoj që bën një make-up shumë të bukur, shumë rinor, modern, tek dua, lëkura i duket gjithmonë glowy me shkëlqim dhe është diçka që unë personalisht adhuroj. Gjithmonë ka nxjerr këtë lapsin, i cili është një laps fytyre, pra përdoret edhe për buzët, edhe për të bërë make-upin e syve, që është nga Makeup Forever and Less Cacao dhe rastësisht e gjeta këtu në Tiranë dhe thash duhet ta blej patjetër. Kështu që sot do bëjmë një lip combo bashk, do shohim a është vërtet i bukur ky laps dhe i bën buzët kaq bukur sa tregon dhe vetë make-up artistja. Ka një undertone të ftohtë. Kam zbuluar këto vitet e fundit që më pëlqen më shumë tek buzët. Sfumohet shumë lehtë dhe bëhet një si kontur i buzëve, shumë natyral, shumë i bukur. Tani do t'i shtoj një lip balm nga Ada Herbs dhe po mendoja, nuk e di, isha mbi kësajt apo kësajt, por do provoj Mandarin Dreams. Dhe ky është efekti i buzëve, shumë natyral, shumë i bukur. Provojeni edhe ju dhe më thoni në komente se si ju duket.